Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Andalina nga sofra ime, po dëgjohemi përsëri me recetën e radhës. Sot kam përgatitur një nga bukët më të shëndetshme, pas një gram miell, pa maja, pa gluten dhe mbi të gjitha përgatitet shumë thjesht. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një enë do shtojmë një gotë thjerrca të kuqe, do shtojmë edhe ujë derisa të mbulohen plotësisht dhe do t'i lëmë për disa orë që të zbuten. Më pas do t'i vendosim në një enë duke shtuar 2 vezë dhe do t'i frulojmë. Nëse nuk keni një fruluesi, kjo mund t'i bëni në blender të thjesht që grini perime, mish ose gjëra të ndryshme. Pasi është gati, do shtojmë 2 lugë gjelle vaj ulliri, 100 gram fara mix, 1 lugë çaj pluhur fryrës dhe 1 lugë çaj me krip. Masën do ta përziejmë shumë mirë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe. Pasi e kemi gati masën, e vendosim atë në tavë. Unë kam ruajtur dhe disa fara për në fund dhe i kam vendosur në sipërfaqe. E pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati. Ky është rezultati pas pjekjes. Shikoni pak se sa mirë është pjekur edhe nga poshtë, nuk është as pak e qullët në mes, edhe pse unë e preva pak të ngrohtë, përsëri ishte super. Unë ju sugjeroj ta provoni pasi është shumë e shëndetshme. Thjerrzat e kuqe kanë shumë proteina, duke shtuar edhe vezë, edhe fara dhe më të shëndetshme se kaq nuk e di a ekziston apo jo, ç'është e vërteta. Unë ju sugjeroj ta provoni dhe ta shijoni. Si u duket si recetë, pres me padurim përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit.